të ngrejnë bustet e Mitsotakis e figurave të tjera të padëshiruara, e gjitha këto gjëra, apo të shkruajnë kartelat rrugore, ato sejalistike, pra gjitha me në dy gjuhë dhe në vende ku s'ka minoritet as pak, pra janë gjëra të patolerueshme, të pakëndshme, ose të bëjnë po të njëjtën gjë në vendin e tyre. Dhe ne, duke pasur parasysh, sepse atje ka shumë akoma shqipfolës, të kthejmë dhe atje tabelat që të shkruhen dy gjuhësh, të çojmë dhe atje ca varre të në tokën e tyre, të parëve të tyre, të ca çantëve që i kanë vrarë dhe i kanë nxjerrë me forcë nga territori i tyre, pra të bëjmë një reciprocitet. Pa reciprocitet nuk vlejnë të gjëra. Dhe kjo gjë rrezikshme me varrezat e ushtarëve të paqën, që gjithsesi edhe ato pak që kanë rënë në tokën tonë kanë qenë ushtar pushtues dhe nuk mund t'i nxjerrim dhe t'i bëjmë heroj në tokën tonë pasi erdhën për të pushtuar, e njëjta gjë rrezikon të verifikohet dhe në veri të Shqipërisë tash, me ato lojrat e konsullatave të reja që do hapen në Shkodër, që e dim të gjithë që nuk ka asnjë justifikim për të bërë gjë të tillë në Shkodër, përveç se të legjitimohet një dëshirë vjetër e tyre për të pasur një dalje një ditë të ardhme në Adriatik apo për të mbushur edhe veriun e Shqipërisë me varreza ushtarësh të rënë, duke kërkuar që të pushtonin Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë. Pra gjitha këto gjëra të përfshirë, pra fillume që në kohën e diktatorit kur donte të nxirrte nga Kaukazi, atë të Alis që vazhdoi procesin e tij, atë të Akademisë së Shkencave që u krijuan nga slavët me një mision historik për të varrosur gjuhën shqipe dhe historinë shqipe, deri në ditët e sotme kur këto politikanë të 35 viteve, unë nuk bëj politikë sepse politika është ajo që nuk e dëshiroj, por ne jemi detyruar, i thirrur në këtë kaos patriotike që të demaskoj këdo që kërkon të mbush Shqipërinë përsëris prap me popull të tjerë dhe të nxjisë një emigracion kolosal të shqiptarëve drejt perëndimit, të zbras Shqipërinë nga shqiptarët dhe ta mbushin me raca të tjera, me popull të tjerë për të kryer një zhvendësim etnik. Pra, prandaj jemi detyruar që të denoncoj sa herë që mundem padrejtësitë që janë bërë shqiptarëve nga fëmijët e vet, nga gjithë ato që e kanë sulmuar, por dhe nga vetë ato që kanë udhëhequr fatkeqësisht Shqipërinë dhe kanë pasur mundësinë që të vejnë ministra që duan atë e tyre, të vejnë ministra që kërkojnë veprat e artit kudo në botë. Ne kemi mbi 13.000 vepra arti që janë zhdukur nga nën toka dhe mbi toka shqiptare. Dhe gjenden sot dhe në shumë muze. Unë i kam parë me sytë e mi që nga i Londrës deri tek Louvri, në Beograd, në Pirej, në Stamboll, ke gjithë këto vepra arti që janë të shqiptarëve, janë pasuri e tyre dhe asnjë ministër nuk interesohet që të shkojë dhe të kërkojë këto. Apo veprave pa fund që janë sot dhe në Shqipëri dhe që etiketohen të qytetërimit dhe të faturimit helen, pa qenë e vërtet. Apo çështjet si Butrinti, ku në opuskullot e Butrintit, në flet palosjet e Butrintit, lexohet që ai është një qytet i qytetërimit helen, romak, venecian dhe as gjëkundi i lirë. Pra janë gjëra të qëllimshme të keqdashse, apo në Apolloni, kur kemi një qytet ku ka studiuar dhe kanë gjizur idenë në themelimin të perandorisë romake, pra nga Republikë e kthejnë në perandori Otavian Augusto. Otaviani ishte student në Akademinë e Apollonisë, pra ishte një qytet i lirë, i jashtëzakonshëm, që ishte një akademi i lirë, ku ai janë dokumentat në Vatikan që e vërtetojnë që ai ka studiuar në akademi i lirë atje. Ndaj gjithë pretendimet e tjera janë të gabuara. Ne kemi edhe mbas asaj kemi shumë gjëra të tjera për të arritur deri tek herojon kombëtar, kur marrin korrajin që ta mbulojnë me çarçaf heroin ton kombëtar apo të zhdukin busin e tij kur vjen çdo lloj mamaluku në Shqipëri. Pra këto janë gjëra keqdashse, të cilat kanë bërë që historia jonë të fundoset, sepse duke i hequr historinë shqiptarit i heq identitetin. Duke hequr identitetin i heq moralitetin. Dhe pa moralitet shqiptari ndihet i zbrazët. Ndihet që të thoj, po ky vend nuk bëhet kur. Pse nuk bëhet ai vend kur? Ai bëhet që ç'kemi të. Është një vend i vogël, por që ka gjithçka në tokë dhe mbi tokë. Në qoftë se nuk vjedhen karburantet, hidrokarburet, nëse nuk vjedhen minjerat, nëse nuk vjedhen pyjet, nëse nuk vjedhen pasuritë e detit, pasuritë e maleve, nëse aty investohet çdo gjë për të mirën e popullit, nëse dashnorët e vërtet të kombit kanë mundësi që ta administrojnë atë tokë të begat që është Shqipëria, me gjithë ndihmën e diasporës që ka një kapital sot në bankat evropiane dhe botërore prej mbi 60 miliardë euro që janë stok
që kanë të kursime personale, jo të firmave shqiptare, pasi të firma shqiptare janë shumë më tepër se aq, pra të sipërmarrjeve shqiptare. Por këto janë vetëm të kursimeve të tyre, ku gjithë secili prej tyre, një byrektore mund ta bëj me kënaqësi apo një guest house mund ta bëj në Shqipëri apo mund të bëj çfarë do tjetër, një investim sa do simbolik për njerëzit e vetë që ka atje, për familjen e vetë që ka atje, por ato nuk marrin guximin derisa shohin njerëz të pandershëm që akoma vazhdojnë në përkëmbin shqiptarit dhe nxisin atë që të ikin nga Shqipëria. Një gjë e tillë duhet të marrë fund, që ne të marrim edhe një herë atë kontrollin e vendit tonë. Dhe kjo ndodh vetëm duke rikthyer edhe një herë historinë tonë të vërtetë, duke futur në librat shkollor. Shqiptarët duhet ta dinë, ta njohin historinë e vërtetë të kombit të tyre. Nuk kemi sot qëllimisht, patëm 100, sa kemi 120 vjet gati shtet pavarur, 114 vjet. Okej, në 114 vjet shtet, sot nuk kemi mundësinë të kemi një bust të Aleksandrit të Madh, as një bust të Piros, nuk kemi as një bust të figurave të shquara, po as të Osokukës po ta marrim ashtu, sepse Osokuka, dim ne, aktin e madh që ka bërë ai. Ai u mbyll në kullë kur e pau që nuk mund të rezistonte më. Serbo-malazezët e rrethuan në kullën e tij, në mes të liçenit të Shkodrës, në ishull që kishte kullën e tij, se ishte njëri dhe i pasur ai, por ai e sakrifikoi gjithë pasurinë, ashtu siç bënin patriotët e vërtet dikur, sakrifikonin pasurinë dhe jetën e tyre për atë dhe. Ndërsa sot ndodhe kundërta, sakrifikojnë atë dhe, sakrifikojnë gjithçka për pasurinë e tyre. Pra kjo duhet ndryshoj. Dhe Osokuka, mbasi u mbush gjithë sipër kulla me ushtarë armiq, pasi do hynin nga Çatia, ai pa u gjithë nipat, gjithë familjarët e tij në sy dhe i kërkoi që të hidheshin erë gjithë. Dhe ashtu bëri, dhe e quajnë Osokuk Baroti. Osokuk Baroti, pra Osokuka i ndezi Barotin dhe fuqitë e Barotit shpërthyen dhe diqën gjithë familjarët e tij, por ama morën në atë botë dhe gjithë ushtarët armiq që kishin hyrë për të hedhur nga Çatia, për të hyrë brenda në kullën e tij. Nuk kemi një bust të tij. Pra kemi akte pa fund të akteve heroike të qytetarëve shqiptarë për të mbrojtur atë që e kanë dashur më shumë se jetën e vetë që është atë dheu jonë. Ndaj është përparësi e përsërisë një herë rifutja e historisë së vërtetë. Do vi momenti, unë jam i bindur, kur abdetarët e vërtet do kenë mundësi të drejtojnë institucione dhe unë do jemi pari që do jap ndihmën time me dashuri, me kënaqësi, pas një lloj shpërblimi, vetëm në aspektin që të shkruhet historia jonë e vërtetë një herë. Ajo që është ëndra ime dhe çdo abdetari të vërtet. Ai është kontributi që unë mund të jap me dëshirë, me pasion dhe në mënyrë komplet pa pagesë, vetëm që populli jonë të ketë mundësi që fëmijët e tyre në librat shkollor kur të shkojnë të studiojnë në klaset e para deri në vitin e fundit të universitetit, të kenë të shërbitur atë që me të vërtet jemi, themelues të kontinentit tonë, mbajtës të gjuhës më të vjetër të kontinentit tonë.